Pse truri yt është shumë më i fuqishëm se sa mendon. A e di që shumica e njerëzve jetojnë gjithë jetën pa e përdorur kurrë potencialin e vërtet të trurit të tyre? Jo sepse nuk e kanë, por sepse nuk e dinë që e kanë. Sot do të flasim për diçka që mund të ndryshojë mënyrën si e sheh veten. Truri yt është shumë më i fuqishëm se sa mendon. Kufinë që na vendosin. Që kur jemi fëmijë, na mësojnë çfarë mundemi dhe çfarë nuk mundemi. Ti nuk je i Zoti për këtë, kjo nuk është për ty, ti s'ke lindur për gjëra të mëdha. Problemi është se këto nuk janë fakte, janë mendime të futura në mendjen tonë nga të tjerët. Dhe truri ynë i merr si të vërteta. Me kalimin e viteve, këto mendime bëhen kufi tanë, jo kufi real, por kufi mendor. Truri yt nuk do lumturi, do siguri. Shumë njerëz mendojnë se truri ynë është bërë për të na bërë të lumtur. Gabim. Truri është bërë për një gjë kryesore, të na mbajë gjallë. Dhe për këtë ai preferon sigurinë, jo rrezikun. Preferon të njohur, jo të panjohur. Prandaj, kur do të ndryshosh jetën, truri yt do të thotë: mos, është e rrezikshme. Ri ku je. Jo sepse nuk mundesh, por sepse truri yt do të mbajë në zonën e realisë. A e përdorin vërtet pak truri? Shpesh dëgjojnë që përdorin vetëm një pjesë të vogël të trurit. Në realitet, ne përdorin shumë pjesë të tij, por nuk i përdorin në maksimumin e tyre. Është si të kesh një Ferrari dhe ta ngasësh vetëm me marshin e parë. Potenciali është aty, por nuk bëhet shfrytzuar. Kur truri heq frenat, ka raste reale kur njerëzit kanë bërë gjëra që duken të pamundura. Forca e jashtëzakonshme, qëndrueshmëri ekstreme, përballim dhimbjeje, mbijetesë. Jo sepse janë superheroj, por sepse truri i tyre në ato momente ka hequr frenet. Kjo na tregon një gjë shumë të rëndësishme. Kufinë tanë nuk janë fiks. Ata janë fleksibël dhe mund të zhvendosen. Pra, ti nuk je i dobët, ti nuk je i paartë, ti nuk je i kufizuar, ti je thjesht i programuar të mendosh kështu. Dhe lajmi i mirë është: çdo gjë që është programuar mund të riprogramohet. Në këtë seri do të flasim për mënyrën se si funksionon vërtet truri yt, si krijohen frikrat, si krijohen kufizimet dhe si mund t'i thyesh ato. Nëse do të zhbllokosh potencialin tënd të vërtet, abonohu dhe ndiq këtë seri, sepse versioni yt më i fortë ende nuk ka dalë në dritë.